Gjerë studio arkitekturore prezantuan projektet e tyre për zhvillimin e një tjetër zone të Tiranës në atë që njihet si territorit e ish cirku kombëtar. Kryeministri Edi Rama i pranishëm në prezantimin e secilës prej studiove në Garë, vlerësoi se projekti do të jetë një tjetër gur i rëndësishëm në rrugën e zhvillimit urban të vendit dhe veçmas për Tiranën, që e vlerëson si lokomotivën e transformimit urban. Është një tjetër gur i rëndësishëm që ne synojmë të vëmë në rrugën e re të vendit, një rrugë ku Tirana është lokomotiva e një transformimi epokal, fal edhe pikërisht këtyre zhvillimeve që kanë përfshirë një numër të jashtëzakonshëm arkitektësh ndërkombëtar. Pas prezantimit të 6 projektideve në mbrëmjen në orën 21 do të shpallet edhe fituesi i garës ndërkombëtare për të rijetësuar një tjetër zonë të kryeqytetit.